kjo është një domosdoshmëri jetike për popullin dhe për kombin tonë. Është një domosdoshmëri etike për të konfirmuar dhe për të garantuar lirinë individuale. Për të konfirmuar dhe për të garantuar barazinë para ligjit. Barazia para ligjit është për herë të parë në rendin e ditës. Dhe këtu dua ta ritheksoj edhe një herë që unë jam shumë krenar dhe ne socialistët dhe progresistët jemi shumë krenar që jemi ne ata që bën të pamendueshme dorëzimin e shpatës së drejtësisë në duart e drejtësisë, nga duart e pushtetit politik, nga kjo zyrë ku ka qëndruar shpata e drejtësisë që nga 1912 flas jo fizikisht këtu, po në zyrën e të parit të shtetit, e të parit të qeverisë, qoftë mbret, qoftë diktator, qoftë edhe president, siç ishte Lumadhi që sot është kthyer në buf, edhe që në buf krete, edhe që burgosi kundërshtarin e tij, dhe ja kemi dorëzuar drejtësisë këtë shpatë. Dhe prandaj sot ka edhe një lëvizje të pa imagjinueshme deri dje të drejtësisë në hetimin dhe në ndëshkimin e personave të lidhur me pushtetin politik. Përtej të gjitha atyre që mund të thuhen si të meta, si boshllëqe, edhe si lajfitje, po doni, të institucioneve të reja që janë shumë të reja për të mos bërë gabime, ky është një moment historik, por ama që ta garantojnë barazinë para ligjit. Një herë mirë, kjo nuk mund të jetë thjesht dhe vetëm në dorë të një partie politike dhe të vullnetit të një leadershipi, siç është sot leadershipi i Partisë Socialiste, sepse nesër vjen dikush tjetër dhe e kthen përmbys. Prandaj duhet Bashkimi Evropian. Hyrja në Bashkimin Evropian e bën të pamundur që një apo disa forca këtu të kthejnë përmbys rrotën e historisë edhe të rikthejnë shpatën e ndëshkimit të drejtësisë si një pushteti pavarur në zyrën e të parit të qeverisë. Këtë po bën Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe pikërisht për këtë, të gjithë ata që si njerëz të degraduar dhe të dëshpëruar rrinë edhe përsërisin çdo ditë burgu, kush e ka radhën, u futën të gjithë në burg etj. Duhet ta marrë një përgjigje në 11 maj, sepse ata nuk kanë asnjë rol në këtë histori. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Ata janë ata të cilët e morën peng për një periudhë kohë dhe arritën deri të vinë me çadër këtu poshtë në bulevard për të mos votuar vettingun dhe kërcënuan me bojkot të zgjedhjeve, të gjithë bashkë, absolutisht të gjithë bashkë. Sigurisht ishte luli në krye, po luli kuptohet ishte kukulla e bufit Knetës. Dhe bufi i Knetës sot e thot shumë qartë me votën e 11 majit, në 12 maj do shkrijë spakun. E thot shumë qartë. Ky është kërcënimi. Ky është kërcënimi që është sot dhe mund të jetë vazhdimisht në të ardhmen nga lëvizjet e brendshme politike, nëse ne nuk jemi antarë të Bashkimit Evropian. Pra, qoftë në aspektin e drejtave, qoftë në aspektin e mundësive që krijon antarësimin atë familje, ku në momentin kur ne hym dhe bëhemi pjesë, jemi përfitues të drejt për drejt të fondeve ekstra, të një buxheti ekstra, fal kontribusve që janë në atë familje, është pa diskutim e vetmja rruga jona. Është kurorëzimi i një historie të gjatë përpjekjesh, mundimesh, luftrash, rrëzimesh, poshtrimesh që kemi në dorë në 11 maj ta realizojmë
duke mos e lënë tiki trenin e historisë.